Në orët e para të mëngjesit të së premtes, zonat malore të qarkut të Kukësit, mbi 700 metra mbi nivelin e detit, u mbuluan nga reshje dëbore që pasuan disa ditë me shi të dendur. Dëbora preku gjithashtu dhe disa segmente të rrugës së Kombit me reshje që nisën rreth orës 4 të mëngjesit. Edhe pse aktualisht reshjet kanë pushuar dhe trafiku zhvillohet normalisht, autoritetet dhe kompania mirëmbajtëse e rrugës së Kombit bën thirrje për kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve për shkak se temperaturat e ulta mund të krijojnë rrëshqitje apo ngrica në orët në vijim. Rekomandohet që drejtuesit e automjeteve të përdorin goma dimrore ose zinxhir, sidomos në zonat ku dëbora formon shtresë në asfalt. Të ndjekin udhëzimet e sinjalistikës rrugore dhe të ekipeve të mirëmbajtjes. Mjetet e borpastruesi dhe ato të hedhjes së kripës vijojnë patrollimin përgjatë të gjithë rrugës së Kombit, duke ndërhyrë sipas nevojës për të mbajtur rrugën e kalueshme. Sipas kompanisë mirëmbajtëse, situata mbetet e menaxhueshme, por kërkon vëmendje të vazhdueshme, sidomos kur temperaturat luhaten dhe rreziku i ngricave rritet. Situata do të monitorohet gjatë gjithë ditës, ndërsa pritshmëritë e sinoptikanëve flasin për temperatura të ulta dhe mundësi rikthimit të reshjeve në mbrëmje e ditët në vijim.